jush dhe jemi gati ta bëjmë përsëri nëse na kërkohet të japim ndihmën tonë modeste në kuadër të Bashkëpunimit Evropian të Mbrojtjes Civile dhe të përgjigjemi në rast se na kërkohet siç kemi përgjigjur edhe vjet, edhe par vjet, edhe më parë kur fqinjët tanë kanë qenë në hall të madh dhe siç na janë përgjigjur edhe miqt Europian edhe fqinjët tanë kur ne kemi qenë në të njëjtin hall. Sepse zjarri nuk njeh kufi, siç e dini ju më mirë, por edhe solidariteti i njerëzve që luftojnë kundër zjarrit nuk njeh kufi. Dhe këtu kemi një shembull kuptimplot të prekshëm të miqve të Firefighters Without Borders, të cilët janë këtu nga Kanadaja. Dhe dua t'i falenderoj në mënyrë të posaçme sepse fal edhe një bashkëpunimi me njerëz tanët në Kanada, ne kemi një lidhje të fortë dhe ata nuk janë kursyer dhe nuk kursehen, duke ardhur këtu të pranishëm dhe duke trajnuar njerëzit tanë në përbashki. Dhe ajo që i sjell këtu nga Kanadaja është pikërisht ajo që i bën bashk psikologjikisht të gjithë njerëzit që luftojnë me zjarrin kudo qofshin në Europë apo në çdo kontinent. Dhe sot jemi të qartë të gjithë që zjarret e mëdha nuk janë më një përjashtim për i një vendi apo i një vere të keqe. Janë rregulli i një klime që përfundimisht ka ndryshuar dhe ajo që po ndodh këto ditë në Francë dhe në Spanjë nuk është diçka që na bën të pyesim po a mund të ndodh edhe tek ne, por vetëm të pyesim sa të përgatitur jemi kur të ndodh. Natyrisht në proporcione të tjera, por patjetër që Shqipëria është shumë më e vogël dhe nuk ka luksin të humbasi asnjë hektar pyll. Dhe gjithçka që kemi bërë këtë vit ka qenë pikërisht përgatitja. Është njësoj si një skuadër që përgatitet për kampionatin botror në verë, duke u stërvitur gjatë gjithë vitit. Dhe ky sezon do të jetë një provë për çfarë jemi përpjekur të përmirësojmë, çfarë jemi përpjekur të përgatisim për të pasur një performancë më të mirë dhe çfarë jemi përpjekur të organizojmë për të qenë një trup i vetëm, pavarësisht se në këtë ushtrim bashkohen trupa të ndryshme nga pushteti qendror te pushteti vendor, këtu janë dhe një pjesë e kryetarëve të bashkive, nga forcat armatosura te policia e shtetit, tek emergjenca civile dhe patjetër tek shërbimet e mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit, qoftë në qendër, qoftë në territor. Dhe kjo provë kërkon përgatitje dhe sa më pak improvizim. Kërkon disiplinë, kërkon koordinim dhe patjetër dhe investim të pandërprerë. Dhe ne këtë kemi bërë, jemi përpjekur. E reja e këtij viti është që Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, i cili vjen nga eksperienca e bashkisë dhe një eksperiencë për hir të vërtetës nga më të suksesshmet edhe në këtë drejtim, ka luajtur rolin e koordinuesit të gjithë këtyre forcave, në ndërkohë që kemi sot në dispozicion kapacitetet
teknologjike më të mëdha që kemi pasur ndonjëherë, me 4 helikopter të gatshëm, të cilët në çdo moment të nevoje mund të bëhen 6, sepse helikopteret operacional janë 9, por kanë edhe misionet të tjera, si misionet e shpëtimit, si misionet për shëndetin, ndërkohë që kemi mbyllur procedurën për 3 avion, të cilët do të vinë në fund vitit, por në ndërkohë dhe do të jenë pronën e shtetit shqiptar, por në ndërkohë kemi një proces të dakorsuar që në momentin e një nevoje të veçantë kemi në dispozicion edhe avion që vinë nga pikërisht ajo bazë ku po përgatiten dhe do të bëhen gati avionet e rinj që do të merren në fund të këtij viti, pasi gjithçka ka përfunduar si procedurë. Megjithatë, ne e dim shumë mirë që në qendër të këtij sistemi nuk janë makinat, nuk janë dronat, të cilët po ashtu do të përdoren në mënyrë specifike me një sistem të ri këtë vit. Janë njerëzit që veshin uniformën, janë njerëzit që dalin në teren pa pyetur për orarin, për temperaturat apo dhe për rrezikun. Dhe pas çdo njërit prej jush ka njerëz në shtëpi që presin në ankth telefonatën që çdo gjë shkojë mirë. Ka një nën, ka një bashkëshorte, ka një baba, një vlla, 2-3 fëmijë që çdo mëngjes thonë kujdes, ru, dhe pastaj në çdo moment kur dinë se ju jeni në mes zjarrit, mezi presin të marrin vesh që çdo gjë shkoj mirë. Dhe unë dëshiroj shumë që sonte kur ju të ktheheni në shtëpi, ju thoni atyre që ne ju jemi shumë mirënjohës dhe që një Shqipëri e tërë ju falenderon paraprakisht, duke ditur që ju përsëri do të jeni heronjtë e sezonit veror. Dhe nga ana tjetër dua të dini se kjo nuk është një mirënjohje me fjalë, por është një mirënjohje dhe respekt që ne jemi përpjekur të vazhdojmë të përpiqemi ta shoqërojmë me mbështetje konkrete. Prandaj kemi punuar çdo vit, si edhe këtë vit, kur edhe kapaciteti zjarrfikseve është rritur dhe do vazhdoj të rritet, për të investuar në logjistik, për të investuar në pajisje, në trajnim, në koordinim, që ju të jeni gjithmonë më të gatshëm deri në detaje profesionalisht, dhe prandaj të vazhdojmë të investojmë në modernizimin e shërbimit, të mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit, për kushte më të mira, për forcimin e bashkëpunimit me partnerët dhe sigurisht edhe për pagën tuaj. Këtë herë kam propozuar qeverisë që të gjitha forcave që i përkasin Ministrisë Mbrojtjes dhe të përfshihen në këtë proces të shpërblehen me një herë, jo në fund, me një pagë ekstra, dhe në ndërkohë ju bëj thirrje bashkive që të bëjnë gjithë gjë për trupat e tyre në territor dhe ta bëjnë këtë me një herë, pa pritur që të mbarojë gjithë beteja, sepse ajo pastaj është një pjesë tjetër. Kështu që duke shprehur të gjithë këto konsiderata të merituara për ju, dua të shpreh edhe një
thirrje për të gjithë njerëzit që të bëjnë kujdes. Ne e dim shumë mirë që zjarret nisin